Mirëmbrëma të nderuar shikues, dhe mirë se vini në emisionin Debat me fakte, këtu në studion e portalit informativ Fakti Ditor. Kosova ka hyrë në një proces të rëndësishëm zgjedhor. Më 7 qershor, qytetarët e Kosovës do të votojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Këto zgjedhje po vlerësohen si një pikë kthese dhe shumë e rëndësishme për të ardhmen politike të Kosovës dhe një test i rëndësishëm për partitë politike. Në kuadër të debateve për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, ne sot do të diskutojmë për programin politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës, prioritetet qeveritare, raportet e saj me vetëvendosjen, rikthimin e zonjës Vjosa Osmani, raportet brenda partijake, si dhe vizionin e LDK-s për Kosovën pas 7 qershorit. Për të diskutuar për gjithë këto, të ftuar në emision kemi në kryetarin e kësaj partije, si dhe një herësh edhe kandidatin e kësaj partije për zgjedhjet e 7 qershorit, zotin Lutfi Aziri. Mirëmbrëma zot Aziri dhe mirë se erdhët në debat me fakte. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Zot Aziri, pse qytetarët e Kosovës duhet ta votojnë LDK-n me 7 qershor dhe çka e dallon LDK-n e 7 qershorit me LDK-n e 28 dhjetorit? Faleminderit shumë. E para duhet më mbyll kriza politike në Kosovë. Një krizë politike që është inkubu, është dirigju dhe po vazhdon të mirëmbahet nga zoti Kurti si parti e parë, përkundër faktit që edhe mendon shkurt dy vitit 2025, dhe 28 dhjetor 2025, që është viti i humbur. Ka një mbështetje qytetare, është një rezultat jashtëzakonisht i madh për partinë e tij dhe për ta personalisht, por që nuk është i mjaftueshëm si duket. Mos menaxhimi i suksesit në politik është problem serioz. Nuk mundet Kosova me dalë nga qarku vicioz në cilin kemi hy, e dalën për arsye politike, për motive politike, qoftë agjende fshehur, çka do që është, Kosova në dëmton, nuk është të u punu asgjë. Politikanët zgjidhen sikur ne për të zgjedhur probleme. Nuk mundemi me vazhdu gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës, edhe zgjedhjet qytetare, me dalë çdo ngërç, çdo krizë, çdo situatë me zgjedh. Por ne e kemi kthyer sovranit sa herë për shkak të mos zgjedhjes së presidentit. Për herë të parë, mas 25 vjetëve, Kosova shkon në zgjedhje parlamentare për shkak të dështimit në zgjedhje presidentit. Vitin e kaluar, për shkak të qeverisë, mos zgjedhja e zotit Kurti në kryeministër, nuk arriti me ndërtu marrëveshje politike, nuk arriti me ndërtu koalicione politike. Këto janë arsyet kryesore, çka dallon LDK-ja, ne mbetemi të njëjtit. Në fakt, vitin e kaluar kemi humbur pak pragmatizmin politik, sepse jemi të njohur për pragmatizëm, për bashkëpunim, jam vlera politike. Zoti Kurti nuk arriti me na bind askënd që duhet ndërtojmë bashkëpunim. Nëse jo për qeveri, do të ndërtojmë bashkëpunim për proceset politike. Proceset politike janë të rëndësishme, qoftë e raporti me rajonin, që dialogu me Serbinë, njëra për problemeve kryesore, qoftë BE-ja, NATO, edhe janë proceset tona që nuk mundet një njeri dhe një parti me i zgjidhë. Zoti Aziri, ju përmendët zgjedhjet. A ishin të shmangshme këto zgjedhje të jashtëzakonshme dhe LDK-ja a ka përgjegjësi për këto zgjedhje? A kanë qenë të shmangshme? Po. Ka mund. Zoti Kurti nxerrte emra për Jakës Këmishës, çdo ditë për kandidat për president, por nuk nxjerrë emën konsensual në njërë, cilën na i dha mbështetje, në rastin e Murat Jasharit. Nuk e bindi që duhet me një kandidat. Nuk e nominoj Vjosa Osmanin për një mandat tjetër, përkundër që e kish premtu. Ka qenë premtim, zonja Osmani ka qenë që mas 28 dhjetorit kandidate e vetme e partisë zotit Kurti. E thej fjallën, e kthej pozicion 3. Nuk ndërtoj asnjë proces që besonim që po shmangen zgjedhjet. Ne kemi taku disa herë në nivel të bashkëpunimit, me ne nuk ka hyrë në marrëveshje për një emër të përbashkët, qoftë edhe përbashkët. Se në anën tjetër zoti Kurti e ka akuzuar vazhdimisht LDK-n se ajo nuk ka propozuar një emër për president. Sa qëndrojnë këto deklarata? Jo, ne kemi pas për shembull Vjosa Osmani kandidat.
ka mund të jetë edhe kryetari i LDK-s, Lemir Abdixhiku, sepse në traditën e punës sonë, në bashkëpunime me koalicione, LDK gjithmonë ka bërë marrëveshje për president. Ibrahim Rugova ka qenë presidenti historik, i cili gjitha mandatet u zgjedh me bashkëpunim, për qeverinë e ka bërë partia e dytë, PDK-ja në atë rast, më herët. Ose zoti Haradinaj, kryeministër, zoti Rugova, tash presidenti i ndjerë, është u zgjedh president. Mandej Fatmir Sejdiu, president. Ka mund të jetë çdo kush prej LDK-s, por me ne nuk ka bisedu për emrat përveçëm. Ne na ka propozu që ta mbështesim zotin Glauko Njufca. Dhe ne kemi thonë që nuk i takon i partisë të 3 pozicionet kryesore. Presidenti, kryetari i Kuvendit, qeveria, ke fitu, e ki drejtën me qeverisë, drejtën e zotit, por për pozicionet tjera duhet bashkëpunim. Tani LDK-ja po kërkon në votat e qytetarëve të Kosovës, ku zotri Lemir Abdixhiku do qetë kryeministër dhe zonja Vjosa Osmani do qetë presidente. Pra LDK-ja ka akuzuar vetëvendosen për këtë gjë, apo pretendon të njëjtë tani LDK-ja? Në fakt, ne kemi zbardhë emrat para qytetarëve. Këtë e pozicioni jonë. Nesër, kur tulimi me vetëvendosen, me PDK-n, me AK-n, ne bisedojmë dhe kemi kapacitet bashkëpunimi, kemi histori të mirë të bashkëpunimit, me ne duan me punu krejt. Dhe zoti Kurti na kërkon bashkëpunim, se ne kemi pas qeverit për bashkët. Përkundër që s'ka zgjatë shumë. Por kemi bashkëpunu dhe si opozit me zoti Kurti, kundër qeverit se PDK-s. Pane që është një atë kohë. Por edhe partitë e tjera, natyrisht. Por nëse arrim një marrëveshje politike, le themi për president, ne edhe qytetarët e Kosovës të dinë sot që është Vjosa Osmani kandidat. Nëse zoti Kurti bën marrëveshje për qeveri me LDK, ne dim që zoti Abdixhiku është kandidat për kryeministër. Kemë atë nominum, janë zbardhur emrat. Sepse vetëm një pozicion është i garantuar nëse nuk i marrëveshje. Partia e parë që del në zgjedhje e merr kryetarin e Kuvendit. Kjo është mundet mos më negociu. Ka situata që quhet e drejtë e fituar. Drejtën e fituar, nuk do me diskutu, me bashkëpunu, do me rujt për vete e merë, se ta e për kushtetuta. Po pozicionet e tjera, në kushtetutën tonë, demokracia parlamentare është norma ma e lartë, është organi ma e lartë. Kuvendi është organi ma e lartë. Ne zgjedhemi presidentin, ne zgjedhemi qeverin, ne zgjedhemi gjykatës të gjykatës kushtetuse, komisionert e mëdhaj qërit, organet e pavarura, ka shumë komisione, dhe më praktikisht, ne jemi organi ma i lartë, ne se cila zyre do të mi subordinu Kuvendit Republikës në vendimare. Si deputet, ne miratojmë ligje, presidenti dekreton, po është pozicion i dekretimit, nëse shkelet kushtetuta, nuk është në frymë me kushtetutën, presidenti e kthen mbrapa ose e çon gjykatë kushtetuese. Kjo është roli i organit më të lartë, po zoti Kurti nuk po e pëlqen si duket demokracinë parlamentare, do me ndryshu, po rregullimin shtetëror nuk mundet me ndryshu lehtë në Kosovë, për shkak të jo historisë së re të Kosovës, për shkak që ne jemi dakordu për një Kosovë ku demokracia parlamentare udhëheq. Me ton drejtën, LDK ka qenë për një sistem gjysmë presidencial. Po duke qenë partije e parë për shumë kohë, dhe duke fitu shumë në atë kohë, ne kemi zbut qëndrimin tonë. Kemi thonë po shkojmë demokraci parlamentare, sepse partia 2, 3, 4 dhe të tjere duhet me bërë pjesë barabarë në përfaqësim. De facto, aja është thyllë LDK. Si president e 6 Republikës, aja ka mbyll mandatin, është nominu për presidentën e shtatë. Që po bjerë. Ne besojmë që qytetarët kanë me dhonë fuqi politike LDK-s, si parti e cila ka me pas mundësi ose presidentin ose qeverin, nesër ose një marrëveshje, çfarë do të që del me udhëheq. Tani, politikisht me qenë korrekte, aja është bashku dhe po udhëheq listën e LDK-s. Po udhëheq 110 kandidatura në listë ne, aja është udhëheq e listës tonë, ku kryetari i LDK-s ka dalë numër 2. Kjo është një dallim i madh. A ka pasur një marrëveshje apo një dakordsi me zotrit Abdixhiku dhe zonjën Vjosa Osmani, apo ka qenë parakusht i zonjës Osmani për të rikthyer në LDK? Që të jetë bartse e listës. Në respekt zyrës për shqiptarët e Kosovës, vetëm për LDK-n, presidenca është organi më i lartë përfaqësues dhe ne duke qenë për shumë vite bartës të këtij funksioni, siç thash, janë 2 presidentë që kryetarët e LDK-s i kanë udhëheq, edhe është e treta që ka ardhur me shkollë edhe me edukim politik LDK-s është Vjosa Osmani. Që na nuk mundemi një kandidate për presidentin me nxjerr numër 2.
s'kishmi pranu as na, se kur që nuk ka pranu zoti Abdi Gjiku. Të ne nuk është problem e rënditja, të ne është respekti që duhet me tragu. Numri i jonë është 113, kjo është kryesore, na kemi këtë numër. Të tjerët, të rënditja, natyrisht është respekt, kur e rëndon edhe respekton edhe individin, kandidatin edhe rënditjen, por nuk mundët krejt me shku në atë frontal që të quhet. Dhe njëra për dopsive më të mëdha të shqiptarëve në shekullin që kemi kalu, në përpjekjet tona për shlirem, para se me shliru këtë shkupin, në atë kohë, Kryeministri e Karadakut ka qenë as tërdyshim me vllazën, dhe është burgos, është dënuar 101 vjet. Problemi më të madh që në fotografi e shef edhe që është gjetë në atë kohë thonë, shqiptarët në luftë nuk ecin në rresh njëri mas tjetrit, po ecin në mënyrë frontale. Nëse nga 100 kryengrec, 100 kryengrec ecin në mënyrë frontale. Si pamje, të regon që ne në kulturën tonë do të më rrështu. Sur familje, është baba, është nana, është nena që të nëna, gjysha më modhe, edhe se cili e ka rolin, vendin, peshen, edhe përgjithësinë me në familje, është që shteti funksionon si familja. Zotë Aziri, zonja Hikmeti Bajrami pati një reagim për shkak të rënditjes se nuk ishe në top 10-in e LDK-s, por ashtu ndërsa Abdullah Hoti e pranoi më me qetësi. A do thotë kjo se kemi një lloj përçarje apo një përplasje brenda LDK-s? Jo, në fakt, natyrisht që Hikmeti e ka merituar me qenë kryet listës. Në përplasje për numrin 3 edhe numrin 9. Numrin 1 meriton, është profesioniste e mirë, është profesioniste në politikë, përveç është politikane e mirë, ka kontribuar jashtëzakonisht shumë. Por kur bjen vlera tjera, kur fton njerëz me hyrë në listë, a ne kemi ftu 30, që bjen 1/3 listës gati. Po do të më shu vend. Po do të më shu ren. Dhe në këtë rast i ka ra kolegëve të mi, pak për shembull Arbengashi 28, kush e kish besu që i shefi grupit parlamentar LDK-s mund të më rëdit, po edhe unë numër 5, si pas detyrës, si pas kërkesës, si pas një rendi, do të duhej me pas këtë numër tjetër, po kjo të unë nuk ka rëndësi, s'ka pas as një rëndësi, edhe të kolegët e mi nuk ka shumë rëndësi, do të me kalu procesin, me fitu LDK-a si parti, edhe qytetarët të rënojnë me vota, mandej. A ka impact të votusi? Po, ka, rënditja ka. Sa e respektojmë njëri tjetrin, njerëz tojnë, tu e ka venin. Po du me dhonë mesazhin edhe përmes shkupit, këtë rast, përmes gazetës tuaj, që emni ka rëndësi, jo numri. Kështu që nëse e doni një kandidat, një njeri, gjeni është lehtë, ka një numër i cili i jep mundësi me votu. Zotëri, në një emision keni deklaruar se ne pra LDK-ja e ka bërë zotin Kurti kryeministër. A jeni penduar për një veprim të tillë? Jo, asnjëherë. Bashkëpunimi jonë me zotin Kurti ka histori të mirë, si opozitar, edhe si trikur kemi qenë, si rezistus, edhe si kryengrec politik, edhe kryengrec për shlirim, edhe tash, nuk e shoh ashtu, sepse ne kemi pas edhe histori urrejtje, rivaliteti të egër, protestave të dhunshme, pengesat në kuvend, të Republikës, gazi, lotësjelës, spreja, që ka përdorë deputet dhe vetë zoti Kurti kundraj qeverisë LDK-s. Por ne kemi kalu dhe në momentet që ka qenë interes i Kosovës, ne jemi ullë prapë bashkë, kemi bashkëpunu, kemi dalë në studio, kemi debatu bashkë. Jo kundraj njëri tjetrit, por ne bashkë kundraj PDK-s, AK-s dhe tjerëve. Edhe kemi ndërtu qeveri bashkë. Por zoti Kurti në politikë është i njohur për politikën e një para dy mbrapa. Sa herë që mund të lë përshtypje që po bën veprime pragmatike, politike, ai kthej dy hapa mbrapa. Ju deklaroj se keni atë raport. Një histori bashkëpunimi me vetëvendosjen. Kurse tani zoti Kurti e ka akuzuar LDK-n se i është ofruar bashkëqeverisja dhe ajo nuk ka pranuar. Pse LDK-ja nuk pranoi që të bashkëqeverisë me vetëvendosjen tani? Po kjo historia bashkëpunimit në vitin 2021, 2019, ma ne 2021, LDK-s i ka lënën me kuptu që përkundër marrëveshjes mirë politike, përkundër marrëveshjes mirë dhe programit që ne kemi letu bashkë,
Edhe unë kam qenë udhëheqës i grupit LDK-s për biseda. Në fakt, Isa Mustafa, kryetar i LDK-s ka qenë. Po ne kemi udhëheqë ato që quhen takime ditore të shpeshta për afru lideret në nivel të lartë të Norveshit. Me negociu 4 muaj me qëndru 51 ditë në qeverisje, po problem serios. Nuk ka qenë vetëm veprimin janë shumë i shkarkimit ministrit punëve të brendshme, pa marrëveshje me ne, pa njoftim, pa pëlqim. Nëse ne kemi bisedu me mujtë tonë, qysh me ndërtu programin e mirë edhe me bëha ekip mirë qeverisës, me njerëz që dinë me punu edhe kanë durët e pastërta, atër cila është arsye me SMS me shkarku ministra. Korrekt, edhe me qenë antar i partisë tonë, edhe me qenë profesionist, që nuk i takon asnjë parti, edhe me qenë i partisë partnere, do të mullë me bisedu, pas parë me bisedu me ato që do me shkarku, me bisedu me leadershipin e partisë, edhe me ka treguar syet, edhe na njerëz emrohen, shkarkohen, asnjë problem politik nuk është. Bile ministra do të me ditë, çdo ditë mund të më konë dita e fundit e punës. Varet këtë pej sjelljes, zotimit, përkushtimit, gabimeve që i bojnë. Kështu që në këtë rafsht, ne humbëm pragmatizmin, në pranaj, LDK nuk ka qenë pragmatik në vitin 2025. Por jo racionalitetin, ne në bërë shumë racional. Se na i premtum njerëzve që nëse na ebni votën, na kena me qeverisë bashkëpunim me krejt. Vetëvendosja ka qenë qeveri, na nëse fitojmë, vetëvendosja do të më shku në opozit, edhe opozita me shumicën bashkëpunon. Edhe na kena moj veç fjallën tonë, po unë kam qenë njëri për atërme që kam shty, kam provu me prodhu oksigen politik që do të me bashkëpunu. Nuk është atonën me hinë qeveri, është atonën që të jap një vot, jap votat për me ndërtu qeveri, dhe i thu, 1, 2, 3, 4, 5, janë 10 probleme Kosovës që unë e kërkoj me i zgjidh, qeveria. Na nuk kena mrena, po çështja e dialogut me Serbi do të më mbyll, në parimet që në vendosë. Se të bjatë dialogu me Serbia që Serbia më detyru me njoftë Kosovën duke ja shky faqen e partë kushtetutës. Këto mundë me bo veç SBA-ja dhe BE-ja. Do të më largu argumente që Kosova nuk po bashkëpunon. Ose çështja e BE-ja, çështja e NATO-s, çështja e perspektivës europiane. Zotit Kurti nuk kam ri as me apliku ende në BE. Pashtat që shumë LDK-ja, a ka vjetë kuqe për bashkëpunim me vetëvendosje? Jo, ne kemi thonë definitivisht, vlerat e tona janë bashkëpunimi. Bashkëpunimi është vlerë, nuk është dopsi, për Zotin Kurti është dopsi, si duket, për neve është vlerë. Bashkëpunimi, marrëveshjet politike do të më respektu, fjala kur tipet dhe marrëveshja kur bo, do të më respektu. Zhvillimi Kosovës do të më bo. Kosova do të me përshpetu në NATO, së është një oportunitet, është një mundësi e madhe që na me i NATO. Për kondër që kena probleme të quen formale, për kur dojnë me të shty partner, gjenë atë e pragmatik. Po zoti Rubio deklaroi dje se ndarësimi i Kosovës në NATO nuk është prioritet tani. Po është legislatura në Amerikë, para disa muajve në Senat dhe në Kongres është miratu legislacioni për politikë të jashtëm, që është akti me emëll, prezidenti e ka nënshkru. Është normu, është kodifiku Republika e Kosovës, sovraniteti, territori, edhe partneriteti me Kosovën, që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe ka iniciative jashtëzakonisht më dha në Washington, përkundër problemeve që sot bota i ka, se është një luftë Ukrainë-Rusi, aja që e quajnë lufta kushëreve, është një luftë në Palestinë, aja që është mes Izraelit edhe Palestinetëve për Gazën dhe rreth Gazës, edhe është Irani, nuk është Ngushtica e Hormuzit, është Irani, është një kombi madh, me një kombi tjetër të madh që është në luftë. Bota kështu shihet, kështu që Kosova po merr pjesë për herë të parë në operacione me SBA në operacione paqësore. Ne kemi qenë ftuar edhe në Afrikë me bërë pjesë në operacione paqësore të falë amerikanëve. Dhe 2 vite dashme ato zonat Kosovës, si ushtrie që da rregullohet si çdo vend tjetër, edhe është e gatshme me hymë andaj në partneritetin për paqe. Si e vlerëson ka shfrytzuar Kosova momentumin dhe zhvillimet gjeopolitike në botë për të avancuar interesat e saj, siç është integrimi në NATO? Jo, kemi humbë përkundrazi mosndarësimin Këshillin e Evropës në Strasburg, kohën kur Rusia dhe Bielorusia janë përjashtu, janë suspendu, është mundësi e humbë, ne do të me zonë hapin, në Evropën e Shumanit.
Evropa vjetër, institucioni me vjetër, na do të me ishtë sa ma shpejt atje. Momentet që kthehet Rusia një ditë, a lufta përfundon një ditë. Problemi pra me Rusin ka me qenë njëjtë. Ose edhe veprime tjera, që këta e perspektives evropiana. Ne kemi nënshkru, LDK-ja ka rri me nënshkru marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Përkundër që janë 5 shtete mos njohëse. Ne kemi arrit me gjithë mënyrën se si me nënshkru. Një aktil. Dërsa aplikimin zoti Kurti ka dështu me bo, deri tash, nuk ka. Këto janë këtë mundësi të humbëna. Veprimet konkret, ose për shpejtim, unë përdojmë për shpejtim për andarësim NATO. Zonja Osmani ka shkaktu për shpejtim, ka shkaktu. Me shpinë e bardh, me vetë presidentin Trump edhe me sekretarin Rubio, ka shkaktu, ata i në pritje që mos bardh roadmap, që gjithë rruga, mori shiku, për e më umor me 4 shtete mos njose në NATO, që janë 4 shtete që duhet me ka përcy formalisht këtë që është në andarësimit Kosovës. Andarësimi në NATO është pjesë e programit tuaj politik. Qoftë se LDK do të jetë pjesë e qeverisë pas 7 qershorit, cilët do të jenë hapat konkret që të ndërmarrë? Natyrisht që ne kemi me arrit në këtë përshpejtim në bashkëpunim ngushtë me shpinë e bardhë. Ata janë lokomotiva e kësaj. Tani pritet shumë për rishikim, ristrukturim, raporti që bëhen NATO, por NATO është vetë Amerika, vetë që bëja është. Çka do që ndodh, ata kanë me qenë koka, ata kanë me qenë lokomotiva. Nuk ka me ndodhë kërgjot tjetër, s'pres me ndodhë kërgjot tjetër, po që ata kanë me ridefinu misionin e NATO-s në kushtet që po kalojmë tash. Këtë pjesa tjetër është politik ditor edhe presion ditor që po shkon këtë drejtim, por Kosova mundet me thonë një hap shumë madh në këtë përshpejtim duke ndërtu kapacitetet, sepse atje nuk ka marrëveshje për bjerë në arme pa kaluna për kongres, apo jo. Tash kanë fillu me ardhen kontingjentet e para. Ne kemi shumë donacione, fakt është, qeveria amerikane jep edhe armatim edhe mbështet, pa është pjesë e programit, por na kena tash në programin e blerjes. Ju e dini që Kosova është shteti i fundit që ka pas embargo në armatim, që ka qenë pasojë e Jugosllavisë, luftrave në Jugosllavi. Kështu që do të me thyë embargon, e kemi thyë embargon me SBA-n, do të me thyë embargon edhe me popuj tjera, me shtetet tjera. Në mënyrë që na me ndërtu Gjermanët, një shtet, francezët dhe të tjerët, po ashtu janë të ndihmu, Turqia, Republika Turqisë, që zakonisht shumë në ndërtimin e kësaj që i kemi në trupat toksore, kontrolin e ajrit edhe problemet tjera. Zotë Raziri, gjovë se në mënyrë hipotetike përsëritet rezultati i 28 vjetorit, ku vetëvendoset del si parti e parë, dhe Zoti Kurti refuzon kandidaturën e zonës Vjosa Osmani për presidente. A do të tregohet pragmatik LDK-ja, si që thatë ju më herë se LDK-ja është një parti pragmatike, apo do të insistoj që zonja Osmani të jetë përsëri presidente e Republikës së Kosovës? Nuk ka të bëjmë me pragmatizëm shumë këtë rast, sepse ne kemi zbarë dhe amin me qëllim politik, jo për partit e tjera, po për qytetarët. Unë besoj që qytetarët kanë mjedhëm shtetet madhe, dhe ka qenë kërkesë atyre afër 60% para shpallës zgjedhjeve, vullneti qytetar ka qenë që Vjosa Osmani me morë edhe një mandat. Për punën që ka bo. Është vlerësim, jashtëzakonisht shumë i madh. Unë besoj që Zoti Kurti nuk mundet me vazhdu me punu në parimin e marrëdhënieve të kushtëzuara. Ai e ka mendësi, e ka besim edhe qëllim, jo vetëm me LDK-n, po ka edhe me shtetet fuqishme në BE. E ka kthy Kosovën në marrëdhënie të kryqëzuara. Na kena pas marrëdhënie mirëbesimi që populli e din, ne kena mërë qëllimet tona politike në mirëbesim me SBA-n, me Gjermaninë, me shtetet e fuqishme të botës. Zoti Kurti nuk mundet me bashkëpunu me LDK në marrëdhënie të kryqëzuara. Ne kemi nominu, nuk ka këto, nuk ka diskutim. Që që na me thonë, po hyna bashkëpunim për qeverisje me Zotin Kurti, po a i s'mundet më konë kryeministër. Nja imponu. Nuk ka të bëj me Zotin Kurti. Nësa a i fiton, edhe është i nominu për kryeministër, është çështje e vetëvendosjes. Nuk është çështje e vullnetit politik, apo kërkesave të partive tjera. Kështu që LDK-ja në këtë pozicion ka vlera që ne i kemi rujt, i kultivojmë. Çështjet e brendshme të partive janë çështjet e brendshme, ata vendosin, na nuk do me punu me njerëz që janë përzim krim, korrupsion, në probleme tjera globale, që është terrorizmi, se kena problem tash. Një pjesë e politikës, Kosovës ka problem, për shembull sot
lista serbe në Kosovë është e përzime në çështjet e atakut terrorist. Ne prej 2017 nuk kemi bashkëpunuar me ta për shkak se ata kanë qenë përfshirë në rrjetin e krimit të organizuar, edhe krimit politik, brenda serbe, edhe korrupsionit, edhe krimi organizuar. Edhe të partitë shqiptare, nëse njerëz kanë problem me krim edhe me korrupsion, edhe kanë nuk bashkëpunon. Me individ, që të partive tyre, po në nominime tilla na në përfaqësojmë besimin, të na besimin në Zot, besimin në familje, edhe besimin atë dhe, që është tash Republika, jo të shajta, na nuk i shkelmi, tash edhe në programi kena kodifiku. Ministria Arsimit, Ministria Shëndetësisë, ministri tjera kanë më subordinu me familje. Ku të na familja është gjyshi, baba plak, është burri, gruaja, fëmia. Që bje raporti gjysh me nip edhe bebes, edhe me djalë edhe me re, është kod shqiptar, apo? Po edhe popujt tjere kanë familjen të shajt. Që këto besimi mos më prek. Që gjyshi do të me pas pensionin e mirë, që djali edhe reja do të me pas mundësi të punësimit, dhe që fëmija me pas shkollën të mirë dhe për kujdeset shëndetësore, ku ilaqet i ka të financu me për shtetit, i e ka në qendër. Nuk e ka më rëndësi, a je burra, i lindën djali, mund është më një vajzë. E këto janë çështje që ideologjia majt i ka gjithkohë, të shqiptarët, është shumë vështirë me bë të besueshme dhe të lejueshme, unë jam kundër kësaj, por më kanë lejueshme. Qysh, tash ti i del diçka përpara që të ka falë Zoti çështo çështje. Jetoj jetën që ty menon me jetu në mënyrën tonë, por familja është vlerë, familja të na është vlerë, nuk mund të më prek. Shteti është vlerë. Shteti e ka tokën, i ka njerëz, e ka territorin, e ka pasurinë e vet që është buxheti i shtetit, ajo të kanë vendit tonë, mos ma prek. Zëraziri, duke qenë themi në minutat e fundit të emisionit, cilët do të jenë 3 prioritetet kryesore të LDK-s nëse ajo merr vetë besimin e qytetarëve me 7 qershor në 100 ditët e para të qeverisjes? Siç e thash, familja numër 1, trajtim shtetënor për kujdesin e familjes, në ndër është infrastruktura, neve na kanë metë rrugë të shkept, pa punu. Autostrada Gjilanit, e cila lidhet mandej edhe me korridor, edhe me Shkupin edhe me Kumanovën, edhe me Bujanovcën edhe me Preshevën, shumë shpejt. Edhe regioni Anamoravës me Karadakun e Gilanit edhe të Shkupit, edhe pjesa e Luginës Kosovës, që e qëmë Kosova lindore, i ka 600.000 banor rezident, edhe i ka mira njerëz që jetojnë gurbet. Lidhja mes Shkupit, e Gjilanit, Anamoravës, e Kumanovës është organike o familjare, me viti, me Presheve, Bujanovcën, familje, që ne do të me lecu, edhe për ekonomi do të me lecu. Mandej janë rruga për Peje, rruga për Mitrovic, do të më mbyllë infrastruktura. Ne kemë plan konkret, edhe budget planifikum, që për 16 muaj autostradën në Kosovë mbyllën, në tonë teritorin e vetë. Me BE-n, me NATO-n, është integrimi rajonal, edhe ndërkombëtar i Kosovës. Këto kalojnë përmes raporteve brenda shqiptare. Na pa i riorganizu raportet brenda shqiptarëve. Që është shteti shqiptar, Republika e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët e Malizisë, shqiptarët Preshevë, Bujanovcë, Medveç. Këto raporte në qajt ata që 37 vjetë ne kena funksionu në parimet që kanë vendosë themelust, lider të kohës, kur na generata tjera ju kena bashkan gjitë, janë të qajta, janë të regullume, të kodifikume, nuk kam i shkel. E para është që Republika e Kosovës ka qenë kompromis ndaj popullit slav, popullit slav që janë në region. Sepse kërkesa dytë ka qenë Republika Shqiptarëve nga ish Jugoslavia. Nëse ndohet Maqedonia, nëse ndohen vendet tjera, Bosnia, atër shqiptarët ka motorit e legjitime më bo bashkë, krejt. Edhe treta, nëse kari që kemi kufive, shqiptarët do me pas një shtetë për bashkët, me një president, me 2 dhoma parlamentit, edhe me qeverit të dekoncentrume. Mendoni se mund të ketë ndryshim kufive në Ballkan? Kja, kur më stoj kur, po shqiptarët kanë qenë ma mirë asë janë tash, raportet mbrana shqiptarët nuk janë ditë më të mirë, janë ditë më të këqija të saj. Ka raporte formale, ka bashkëpunim formal, ka marrëveshje të mira të këqija, po Kryeministri i Kosovës vjen shkop thotë gjua shqipe nuk ka kur zyrtare e Maqedonia, atëherë çka kemi diskutuar këtu. A ka ndodhur këtu që ne me mbrojt drejtën tonë?
fundit kërkesat politike shqiptarët e Maqedonisë Veriut, po llogu i Kosovës dhe pjesa e Karadakut të Shkupit, ku jetojnë shqiptarë më shumë se vende të tjera, janë realizuar me kryengritje, janë realizuar me kryengritje të armatosur, janë vetëm politike. E politika të Evropës së Shëbau ka me qenë vitin e ardhshëm edhe samiti i NATO-s. Është Beogradi ka me në hije, momentarisht, historikisht, ju e dini, edhe qytetarët e Maqedonisë Veriut, shqiptarët me çati që këtu e dinë që Beogradi ka qenë gjendra më e madhe rajonale. Tash nuk është. Kjo brenda faktorit shqiptar, s'ka kuptim me bisedu kështu. Sepse ne kemi një parem që e kemi respektuar gjithmonë. Ne mbështesim unitetin e raporteve vllazërore. E mbështesim deri në fund. Por për interesa kombëtare nuk ka ideologji që do të më na nda. Nuk guxon me na nda ideologjia, nuk guxon me na nda protagonizmi i mbrëmshëm, siç e thatë ju. Edhe nuk kemi drejt më ndërhyjë të njëri tjetri. I kemi kodifikuar. Tash ndërhyrje ka politike. Ideologji ka, ma shumë, po bazë ideologjike ke puna e ndarjes, që është mirë, do të me rishiku, do të më kry, edhe njerë me rishiku, me konfirmu, edhe me e të përpara. Mirë që na raportet me popull slav me mbyll, edhe mandej me bëjnë, edhe në Shëbanjën mision i shajt. Nuk ka qëllim politik, po është mision i shajt që na do të merujt. Faleminderit shumë zot Aziri që ishe pjesë e Faleminderit shumë, unë e di që ka shumë qytetarë shqiptarë që janë me dy shtetësi, kanë edhe të Kosovës, unë e fëtaj me morë pjesë, me morë pjesë me votu për atë dhejun e tyre, për Republikën e tyre, ku do që janë, sepse nuk ka, na nuk dahemi me kufi, sentimenti është lidhja me venin dhe me njerëzit tu, mos pranoni me hypë në autobusa për një sandviç, por votoni me zemër edhe me tik. Që aty ku beson, voto, për neve është e rëndësishme që përmes votës kallëzon interesin për Republikën e Kosovës, por mos pranome që janë i përjashtuar dhe i manipuluar politikisht, sepse unë jam nipi Kumanovës, nipi Kuka i ven Kumanovë që jetojnë, dhe dajtemi edhe krejt ata kushitjet të nëve, fëqinjet, familjet, që këtë djallin e tezis ta është e vogël, shumë e vogël, pa i ka ra me besim, me shumë burra e gratë, të Karadakut, Shkupit, të Kumanovës, në atë kohë, edhe të shqiptarëve që ka mërë pjesë lirik. Ta respektojmë njëri tjetrin deri në fund, edhe të japmi venit dashni ma shumë, ta dojmë njëri tjetrin ma shumë. Edhe njerë faleminderit shumë që shë Faleminderit shumë. Të ndërru shikues, me kaq ne po përfundojmë emisionin ton, shihemi në emisionet të tjera.